në pjesën e parë të emisionit, ku do ta zhvillojmë edhe intervistën e parë për sot. Unë kam kënaqësinë që sot i kam të ftuar vëlla e motor. Orgesi dhe Ornela Velio janë vëlla e motor nga fshati Polaci Skënderajt. Ata janë mjaft të talentuar në fushën e aktrimit, e gjithashtu kanë fituar edhe çmime të ndryshme, mbajnë shfaqje teatrale dhe marrin pjesë në filma e seriale të ndryshme. Për më shumë kemi me unë njoftu bashkë me ta, që i kam kënaqësinë që i kam të ftuar sot në studio, edhe ju them mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Qysh jeni, Orges, Ornela? Mirë. Mirë se keni ardhur sot. Faleminderit. Dhe është tek Gjesi. Po dukeni shumë mirë, po dukeni si me qenë binaq, edhe pse unë pak ma herë veç folja me ta, që 2 vjet dallimi keni. A ju thonë kështu këta, menojnë që jeni binaq? Po, ka pak. Ka pak. Unë ju prezentova që keni fillu talentin në aktrim të 2 aktor. Na tregoni pak qysh erdhi ideja edhe qysh ju lindi ajo pasioni për aktrimin. Po e fillojmë pe Ornelës, Orges, pasi edhe është më e re. Kur Orgesi filloi më marr me aktrim, poshtë që pat vendet lira, edhe thash pse mos me provu, me u marrë edhe me aktrim, edhe më pëlqej edhe filluva mu marrë. Të pas ka inspiru vlau. Okej, shumë mirë, ndërsa për ty, Orges? Ndërsa për mu, unë nga parashkollor kam filluar, tregova që mësuesja parashkollor me ka parë që kam talent, edhe drama e parë që kemi bërë ka qenë Skënderbeu dhe 7 tuprat, unë kam qenë Skënderbeu me rol kryesor. Për atëherë, tani në klasën e 5, ka pasur një aktor, cili ka pas lyp talenta në shkollë, mësuesja me ka dërgu mu, ndërsa tanë që unë jam marrë me teatr, mas pari. Tanë që pej teatrit, i ndëruar Isha Qiribejta e përshëndes, i cili nga ka pruar neve dhe nga ka mësuar dhe nga ka shtyrë për para që ne të jemi sot këto. Nga ka inspiru edhe tani jemi këto, bëjmë filma. Okej, ata shfaqje teatrale ka qenë mas pari kur ke fillu. Edhe pasaj ke marrë pjesë edhe në për filma, seriale, po ka zan pak qysh është dallimi mes shfaqjeve teatrale edhe filmave ose serialeve që keni marrë pjesë? Në filma, diçka është ma kalaj, a din se në qëfëse edhe gabën, atë e përsëritin. Po në teatr në qëfëse me një dram, gabën, nuk dini mu gjinë atëherë, po për shkak publikut, mundet më ndërprej shfaqja dhe me dështu. A në film diçka përsëritet edhe është ma kalaj, film serial. Ndërsa Ornela, përveç aktrimit, ka fillu me muzikë mas pari, të pëlqen muzika me këndim. Sa vjeç që ke qenë kur ke fillu me këndu edhe e pave që të pëlqen muzika? Për këndim, gjithë e kom pas para se me hi në klasën e parë. Më ka pëlqy gjithë, po tani kur janë nisa ka klasa e 4, kur filloj Orgesi, fillova edhe në aktrim. Me këndim? Po. Okej. Edhe prape kam atë pëlqimin për këndim edhe kom lënë si hobby. Aha, okej. Disa prej këngëve që i ke kënu edhe qatë pëlqen me ngu mas shumë tem? Ma shumë patriotike. Patriotike? Po. Okej. Qëka ke kënduat? Ka ra me këndu në para publikot kështu? Po. Më ka ra në për shkolla, në për koret shkollave në IPS, në ditën e shkollës, qështu. Për ndushat të kanë japë komplimente dhe për flokë, se i pasi shumë gjata. Po, gjithë ma kam bo se a i filmi Rapunzel. Sigur Rapunzel, bashkë ashtë të pëdukesh, flokë të gjata edhe e bukër, bashkë sigur princesha Rapunzel. Faleminderit. Orges, së fundi, tashë një vetë jetu marë pjesë në një serial, Dashuri e humbër. Po, e vërtet. Seriali Dashuri e humbër është zhvillohet nga Donjeta Production, në krye me produkcentin Jetan Gjinovci dhe regjisor Florian Gjinovci, të cilët e bëjnë punën të palëdhshme që ekipat e del ashtu qysh i pëlqen publikut. Ai serial vazhdon të mos ndalët, është një serial i cili po ecë shumë, është në zemrat e publikut. Çfarë roli kite? Unë jam vlovi Dafinës, në atë film, Dafina është roli kryesor në atë film. Jemi një familje lakmitare, familje e ngushtë, familje ju shumë që kemi para me thonë të ardhura, po.
Okej, edhe që ndodhë pak, Ndodhë se na përshkryt pak karakterin tënd. Une, me prindrit e mi, nuk dëshirojmë që motra jonë me u martu me një djallë që nuk i ka kushtet shumë të mira. Sepse ne jemi pak lakmitar, kemi qef kushtet pak të mira, lakmojmë, i shohim për shembull prindrit e tjerë, nxënësat, qëra ta me teshat mira, qëra ta me kerret mira, e ndërsa mundohëm qështu. A ki diçka përbashkët me karakterin në serial Dashuria e Humbur? Nuk kam hiq për pos emrit, veç emrin e kanë të njëjtë si në realitet dhe në serial. Aha, pse kush ka vendosur me pas emrin e njëjtë? Jena konë duke gjiruar epizodat e para, edhe nuk më përshtatke një emër adin që kam vendosur ata, edhe thash produkcent pse mos milon adin emrin më të mirë tem, edhe vendosëm e lanë. S'pas ka pëlqy emri që kanë propozu? Nuk ju pëlqej as atyne, eftan që as mua dhe vendosëm që milon emrin orkest. Okej, një ide e mirë. Po, pastaj, na të rego pak se ti, kur lunë në serial, të kanë ndodhur diçka që sharoke që të është dashur me kthy në skenën se? Ka ndodhur një moment isha gjithçka në rregull me tekst, me pamje me gjithçka, edhe vish dillën pengojke. Edhe pritoj isha me nolë, se isha krejt mirë, vish kërja ku mbo, hej nalë, se s'po moj, tanë që mu keshke, mu tepër. Thash, kur ti është bashkë mas mirë, ti dillit pengon. Vishka pa të pengu nuk bohet. Edhe pasaj është doshtë më këthi dhe njerë për fillimit. Dhe sa ta gjojna atë stabilitet. Ornella, ka diçka që i ka ndodhë? Po, më ka ndodhë një herë, na konë të gjiru një film, edhe një personazh atë ku e ka pas një qehre tepër të ronë. Edhe qysh jena konë të dyrtë ashtu të lu rolin, edhe përkëshyr atë qikën tjetër, edhe më rëllët. Edhe kur pjashon asoj reagimi, nuk po mëj pakesh. Hic. Kështu normal nështë kur e kisha po ato, nuk më kisha ardhë me kesh, po kur e kum po atë qikën me reagimin e soj s'ku mujt pakesh. Ajo se ka prit, nuk u kanë diçka prej roljet që e ka bo me reagim. Okej. A keni pas në i rojtë për bashkë që ju ka ronë me Po, aktu bashkë? Vllai Motër, të Vllai Motër. seriali Hijet e Kuhës. Apo, pas ka qenë edhe aty Vllai Motër. A ka qenë diçka ndryshe pe përditshmërisë juaj që e keni ta, ma qenë Vllai Motër, a ka qenë ndryshe në serial? Te roli unë u kom pak ma njejta, mo serial, aj filmi, u kom ma ndryshe lidhër me ne. Aha, qka ka pas ma ndryshe lidhër me ne? Aj film u kon i viteve të 80-ta, diçka kur baba jun del në protesta. Edhe na si nxënësat mirë në shkollë, na përjashtun për shkollë, vetë se baba jun ka dalë në protesta kundër popullit. Edhe tanë që nana jun si neve fëmijë që na dënë, a janë nganë për neve me na këthy në shkollë, se na kena mësu. Edhe nuk i kena pas shumë kushtet e mira, aja ja ka jep dikuj dë pare për me dalë, me na blit diçka neve me hangër. Edhe na të prit pej me nxesi deri në aksham, aji nuk e ka kthy ushqimin. Tanë që na ka jep diçka për shembull me hangër para 2-3 dite. Edhe na gjithësit mërzitur qasht këta, qysh me hangër këta, që ku kanë roli ju në ato. A ka qef vështirë me e lujt një rejtë tjirë? Jo, se kur e da një sen, nuk është e shumë vështirë. vështirë. Nuk është vështirë heqa, okej. Ju bjen kështu shpesh për shembull kur keni role të ndryshme me praktiku edhe me ushtru me një tjetrin? Na ka ra aty mbrëmje, në mëngjes ushtrej shumë ka pak bashk. Ju veç në ta që keni qenë bashkë, po edhe kur keni role të tjera. A shkani të një tjetri me dhanë hajtë këshyrë që shpa e bëjt që të pjesë? Për shembull kjo kur ka pas ditën e shkollës, më thej ke Orges, a mundesh me mi kallëzua pak qysh me i recitu që të vargje, qysh mi thonë, unë pa tjetër që po. Për ndryshe jene të pandashëm, shiheni gjithkohë bashkë në për fotografi, edhe në role që keni pas bashkë, edhe në profesionin që e keni zgjedhë si kur aktor të dy bashkë. Kështu që a dilni edhe bashkë, a keni shoqninë e për bashkët bashkë? Po, gjithmonë. Kohën e lirë kur kena, me dol pak me shëtit në park, me lu me tëp. Po. Qështë e keni raportin? Na falni pak për raportin, ju sarën e bashkë, a nervëzoni në emrin një tjetrin, a është për shembull Orgese vlla që mundet me tanë ku përshkan, çka po bën, ku përshkan atë? Jo, kur dolëm, shpesh dolëm krejt bashkë.
në aktrim bashkë dhe nuk na bën shumë kohë për me dalë. Na bën shumë pak mbrëmje ndonjëherë gjështu, pak se e kena kohën shumë të ngarkuar me plot gjëra, jo në aktrim, jo gjëra shkollore, jo fundi vitit me mësime. Edhe unë nuk e ndalë Ornelen, po na gjithmonë kohën e lirë dalim bashkë, patjetër që pse mi ndalu, edhe në qësë Ornela del në herë me shuqe, edhe unë dal me shuqe, kjo është gjithë që okej. Ka diçka që si keni thonë asë një një tjetër të dhe këshët pas qef që tash me i thonë live në studio? Qovë diçka, qarë do që dëni mi kushtu një tjetër si vloja motër? Thuni që tash një tjetër në sytë diçka. Une i thamë që e du edhe ma shumë sa që e du kështu ditë për dëqme. Ornel? Nuk po di. Puna që kë e bën është e pandalshme edhe e pofsha në sukses sa më nalt. Loqka të shumë të mirë, edhe përsoj që dhe prind janë shumë krenar me juve. Sot keni ardhë, se keni ardhë me mamin edhe me dojën, që kanë ardhë shoqënum këtë, edhe po më duke që edhe dojtë, kështu i dojnë shumë, shkojnë shumë e nejtë të dojta. Shumë e vërtet. Se dhe po postejshë në Facebook shumë ju me dojt me juve. Keni kështu nej favorit prej dojve, a mune një me ndoj ju? Dojt nuk i ndojna, na i dojna të gjithë, njësoj, tezët, dojt, gjyshit, gjyshen, të gjithë. Pa dalim i dojna. E ka zona reagimin e familjarëve kër ju shohem, për shambull në filma, në seriale, që shka qenë reagimin? Reagim në serial kër kom pas lujt, u kon një rol negativ të one, i dhimshëm. Edhe tezja kër e ka po, ja kish njësa ja me kajt. Tha, orges që atë qysht kanë lidha ashtu, une ja njësa me kajt, ma bëjke autot që ti. Ja bëjsha ju teze, kamera këm pos për para. Aja, o zët që në bonë, o zët që... Kështë gjithmonë reagime, për shambull është kër është një film, serial i dhimshëm, gjithë kanë thonë i dhimshëm, na kështi me kajt, sa mirë për aktorën, kështë. Gjyshja? Gjyshi edhe gjyshja pavarësisht na dojnë shumë, edhe gjyshi është ka pak na shkru në seja poezi qështë, edhe gjyshja merë qështë ka pak, vjen të na. A ju kanë po ata në televizor? Ka pas në koment për juve? Ornela, të kanë thonë diçka ty? Po, gjithmonë normal krenar edhe sa mirë veç vazhdo, sa ma nalë, sa ma mirë, mos o tëtë, shumë mirë je. Qështu? Dhe qyshi gjithë ja bëj Ornele si thej ke ti e ban ato që e dën. Ja e ban, ja... Po pësej që ju jeni edhe yje në shkollë, kër shkane. Kështë që sa i sigur për dhe tërgesi, po, s'ka të shenë. Kër shkane në shkollë edhe kër mas shfaqës ose serialit që keni marrë pjesë për herë të parë, që kanë qenë komentet e shokëve, që ju kanë thonë? Kër ju kanë po? Disa i pëlqenë, po disa që ta kanë i natë ju. Po, a? Edhe pa marësisht, nëse aty në ju pëlqenë, prapë kanë me thonë ju. Ke pas shoqni që të kanë thonë keqë ose në koment keqë? Po, 1, 2, 3. Jo shumë. Pavarësisht që ke shëndru prapë e fort, edhe nuk e ke marrë komentet së rëzësh. Bravo. Pavarësisht gjithë kanë thonë mirë, arsimtarët, më kanë përkra gjithmonë, shokët kanë thonë veç suksese shumë mirë. Qysh po mundeni me majtë balancin edhe me u angazhu në aktrem, edhe në shkollë, me mësu me detyrat ndryshme, apo keni kohë të mjaftueshme? Do të mja vjet në gjdo dit, do të mja vjet kohën e caktu me gjithë ka pak, tanë që një javë të fundit bëhet shumë edhe kryhen. Tanë që vazhdo një javë e re me qështu aktivitetet. Unë e thashë edhe ma heret se për një sen që e dënë, gjithë e gjenë atë kohën e lirë, edhe e caktojnë, do me thonë më oror mësimin, teatrin, pushimin, kur me pushu pak, kohën me familje. Bravo, ju qoftë. Ju jetoni në fshatin Pëllac, apo? Jo. A jo? Oke, veç vini nga fshatin Pëllac, atëherë jetoni në Skënderaj, ja?
Keni jetu ndonjëherë në fshat apo jo? Po, kemi jetuar në fshat. Qysh ka qenë jeta, e manin mend për dallim prej fshatit edhe qytetit tash që jetoni, qysh ka qenë? Fshat pak më mirë, po edhe në qytet s'është kaq. Fshat më mirë, pse? Në fshat u kohën velni me hapësirë, ma gjelbrime, ma lefusha, që ma mirë. Qytet pak ma ngarkesë. Në fshat ma shumë kena lujt, kena shpenzu kohën në barë, e tash këtu në qytet ma shumë e kena me angazhime, me aktivitete atje ju, s'kena pos shumë kështu përveç shkollës. A e keni dykën fshat që shkani me vizitua, apo jo? Po, e kena Ogjën. A shkani tash? Po, shkojna me vizitua. Kur shkani ju, merë malli për me lujt prapë edhe për atë ambient që keni qenë? Ka pak, lujna, shkojna, flasim me Ogjën, këthejmë prapë qytet, vazhdojmë aktivitetet. është shumë mirë kur pyet dëgjoj se vish në moshën 13 vjeçë Orgesi dhe 19 vjeçë Ornelia, me qenë ka shumë të angazhuar si me shkollë dhe me angazhime tjera jashtë shkollës, tashmë me aktrim, e mendoni veten që kur të rriteni keni me qenë aktorë dhe nuk jo diçka tjetër? Unë po, mendoj që kam e konë aktori suksesshëm në të ardhmen. Pse jo? Jo, e menoj vetën si mjeke. Po, menoj aktrimin me lënë si hobby, njëjtë si muzikën. Oke, profesionin e pas ke qef si mjeke me qena. Dërsa Orgesi, për kundër teje, ka qef profesionin me pas si kur aktor. Unë me aktrimin jam si dita me natën. Unë me aktrimin s'muna më ndo kërë. Apo, Orges pas ke mësu shumë shprejet mira që prej aktrimit po më do këtë e ki krejt? Po, se lexoj shumë libra se aktorët zakonisht lexojnë libra. A kene aktor preferum, qovë vendor, qovë ndërkombëtar? Muna me thonë e kam Naser Afunën, ajo është një aktor shumë i mirë, më pëlqen. Por pse jo edhe në film Xhelal Halili, është aktor shumë i mirë, më pëlqen edhe ai, patjetër. Ndërsa aktor ndërkombëtar ki i përcjell apo jo? Shumë pak, jo. Këta vendor po. Na gjithmonë në Ornela e kemi pas për krohjen prej familjes. Sigurisht ma shumë prej momit. Momi u konë krohi ju një djath, gjithmonë. Na ka përkro gjithë sen, gjithë pytje. Mas pori, kena bisedun me këta, ta në jena shku edhe kena vetë momin. Sa mirë, me pas nanën ka shumë dërkrase. Ornela, për ty, këndaj aktor ose aktore të preferume? Mu, për aktore më pëlqen shumë Gresa Paloska, e kom përcjell të Qako Shtëpia gjithë. Për ndërkombëtar kështu nuk i këshyri. Okej, nuk i këshyri. Po ki qef me pas nesër mas nesër një rol t'ilës edhe me qenë aktore si Gresa Paloska? Po, se është një aktore shumë e mirë. Edhe e kom përcjell gjithë prej e vogël, edhe më ka pëlqy gjithë që shka aktru, mënyra që shaja ka aktru, u dalë shumë mirë edhe mu gjithë më ka pëlqy ajo. Mua dhe Orneles na pëlqenë shumë aktor të godzim shumë që janë. Edhe ata dy janë vërtet godzim shumë. Me Ornelën veç folja para se me fillu intervjistën, kështu që e lam që kom e këndusët një kongë, edhe ka vendosë me nga këndusët diçka, që ke vendosë me nga këndusët? Me qenë se sot është dita e çlirimit të Skënderajt, vendin tonë, po vendosim me kënu një kongë për ditën e çlirimit, ku thirrët ditën e çlirimit. Ne, po ashtu Ornela ju urojna ditën e çlirimit të Skënderajt, gjithë qytetarëve, gjithë Kosovës, sepse fol sakrificës që dhanë gjithë ata, ne jemi sot të lirë dhe flasim shlirë këtë. Faleminderit shumë. Ditën e çlirimit në një shtëpi të vjetër, një nan kosovare e kish marrë një letër me shkronja të kuqe, është mbush fleta e bardhë. Nana ime dashur, të përshëndes me madh.
Bëhu nane fortër, mos i t'lot nga syri, ma i fort se burgu, është bërë djali yti. Edhe pse këtë letër, po e shkruj në rësir, gëzohem që ledzohet dritë Kosovës lirë. Bravo, Ornela, bravo. Po duket që këndon shumë me emocione. Edhe kanë këta manë patriotike atë emocionojnë, edhe pse juve nuk ju ka ra me përjetu luftën, po besoj që keni dëgju histori të ndryshme prej familjarëve për luftën e fundit në Kosovë. Poezit jemi ka në Bllacën atë nan ku ka bë ikja e shqiptarëve në Bllacë. Edhe pe emocioneve që i patëm edhe i shikum fotografit, leximet, në atë momentin kur unë dhe Ornela recitajshëm para publikut, unë nga emocionet më mdolen lëtë. Se i shisha zdi dyqysh kur e lexova përpara sakrificën që ham bë, që shkan hek, une nuk mujta edhe vërgjët i pota pak emocionuse, s'mujta pa ndo luti. Kur ti shish edhe kur ti shish ta ata njerëz edhe kur te kujton atë historinë, atë sakrificën, kur të mëson për çatë histori, veç me kujtu të rqethet krejt trupi, edhe normal është një sen emocionus, ku në qatë vend, ku atëherë kam bë qatë sakrificë, ti ke mujt me dollë qato edhe me recitu është një ndjenë tepër e mirë. Keni pas ju ndaj familjar që e ka dhënë jetën për Lirius edhe ka humb jetën në luftën e fundit në Kosovë? Jo, Për fat të mirë jo. Gjyshe u konë luftëtar në luftë, edhe ai na ka tregu shumë histori, edhe na ka shkru poezi, u konë mësus, edhe na ka mësu. Shumë mirë që edhe gjyshen e pas këtë gjallë që ka pështu nga lufta e fundit në Kosovë, edhe që ka rritë me ju të regu historitë ndryshme edhe poezitë ndryshme që që e të regut edhe ju vetë. A i përshëndesim gjyshen, a është una këshyra, jo? A i keni të regu që jeni sot live? Po, jena kom promë edhe i kem të regu edhe përshëndesim shumë. E përshëndesim edhe na shumë. Qa keni me bu sot? Keni ndaj aktivitet ose na i planë? Sot për ndirë të 18 qershori që thanëm edhe pare, Komuna e Skënderajt ka organizu disa aktivitete edhe mbahet një aktivitet. Ne me teatrin ka Qorrela kemi me marrë pjesëmarrje sot. Po ashtu jena edhe në Ornela. Çfarë pjesëmarrje keni me aktrua? Është një recital ku me titullin është Ky dhe emrin e ka Kosovë. Jena 7 personazhe ku secili e ka pjesën e vet, edhe thojna atë si lloj monologu që kena pjesën tonë. Rrefejmë kapak, tregojmë na si fëmijë për shembull, thojnë që na jena kon atje edhe tash jena orë këtu me ja tregu historinë. I kena pyet ata edhe pju tregojna që na kanë kthy përgjigje ata juve, publikut. Na e kishim pas shef që nëse keni pas ndaj pjesë bashk, qoftë jo vetë sot, po edhe kur keni aktru bashk, mani mend diçka me na aktru që tash për momentin, me lujt që tash për momentin që që keni pas bashkë ndaj pjesë. Monologun. Okej, monologu nëse bën që kena me thonë sot. Okej, çka të ne? Pjesë tona përthojna. Ubo. E mora pak dhej të shkrumuar nga kulmi djegur i shtëpisja sharajve. E unisa. Mu duk se e mora një copa dhej me veti në këtë pjesë. Thash me veti, ku talja këtë shpirt të shkret. Këtë dhe do ma hodhni në fëtyr dhe të prehem i qetë, se trima tanë vdicën që të mos vdes Kosova. Bravo, Orges. Afrohuni o njerëz të mirë. Që maluni me dheon e kushtrimit. Osmanit, Zahides, Blerimit, Hamzës, Ademit,
dhe Shabanit, që malluni me shpirtin e tyre të shenjtë. Pastaj, ndoqët vajtojeni, e ndoqët bekojeni, si të doni, veç mos harroni se ky dhe është ujitur me gjakun e tyre. Ky dhe emrin e ka Kosovë. Wow, sa me emocione, e keni bo këtë monolog dhe keni recitu, bravo ju qoftë. E keni këqyrë në përshfaqe, qënë lojqin, se shumë më dëkë që kur ju pashtu aktorin e madhë qënë lojqin që dhe ka aktru shumë herë për, së të mësë për dhejun e Kosovës me plisin e bardë, e njeni, e keni pa në i herë? E një, po. Gjithë une dhe Ornela i këqyrëm ka pak aktorët, po edhe profin tonë që na ushtërën të atër Shaqir Bejta, që e ka bë këto, e kena këshyrë edhe a i banë te për punë që për me dalë mirë në fund. Edhe na ka ushtru shumë. Sidomos monologet që i botë sot, i ka bo gjithmonë shumë mirë edhe shumë emocione, kështu që kur ju pashtu dhe dyve sot, shumë ma kujtut aktorin e madhë që në luajqi, se pikrisht kështu i ka pas edhe monologet, kështu që bravo ju qoftë, te për mirë e keni bo. Mu nuk mbet kur gjë tjetër, veç me ju uru shumë suksese në të ardhmen. Faleminderit shumë që keni arë sot. Faleminderit edhe juve për ftesën. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë edhe juve që keni arë sot, edhe na keni knojtë sot në studio. Shumë faleminderit. Edhe me pozitivitet. Për fond, naj përësi për këtë bashkëmoshatarët e juj, që ndoshta kanë andra dhe kanë qef me qenë si kur ju. Mas pari kisha dorë veç familjen me përshëndet, edhe me thonë faleminderit që jeni krahi unë i djatë gjithmonë. E pastaj shoqnini kisha thonë që nëse e dëni një sen, vazhdoni bane, arrit një qëllimit se nëse e dëni me përkushtim edhe punë gjithmonë keni me arrit. Unë ju thamë shokëve dhe shoqë larkë telefonit librat mas shumë ti. Këshilla ma e mirë në ditët e sot me që mundet me ujerë. A kime përshëndetë dhe familjen edhe te? Edhe unë e përshëndes familjen te për krejt. Faleminderit shumë Orges edhe Ornela.